Rreth 2000 persona janë të prekur në Shkodër me epilepsi. Të dhënat në ditën botërore të epilepsisë i bën të ditur mjeku neurolog Gens Nuria, i cili thot se 1.2% e popullsisë vuajnë nga kjo sëmundje, e cila më shumë prek fëmijët ose moshat e treta. Sëmundja e epilepsisë është një sëmundje e rëndësishme e trurit që karakterizohet nga kriza konvulsive. Kemi disa forma të epilepsisë, të cilat mund të jenë në shumë raste gjehet shkaku, disa raste edhe nuk gjehet shkaku. Piku i epilepsisë zakonisht është në moshën e fëmijërisë dhe në moshën e tretë. Edhe në Shkodër, si në çdo vend botë, diku 1.2% e popullsisë mund të paraqesin kriza epileptike, të cilat në shumicën e rasteve janë të menaxhueshme dhe kontrollohen nëpërmjet mjekimit. Si shkaqet e epilepsisë, kemi sëmundjet e zhvillimit të trurit, patologjitë e zhvillimit të trurit, kemi sëmundjet e enëve të gjakut të trurit, traumat kraniale, sëmundjet infeksioze, të cilat mund të shkaktojnë kriza epileptike. Kemi edhe epilepsinë që nuk gjehet shkaku. Në gjitha rastet ka terapi nga më të ndryshme për trajtimin, por shumë e rëndësishme përcaktimi i llojit të epilepsisë, sepse llojet ndryshme të epilepsisë kanë edhe trajtime të ndryshme. Shifra prej 1.2% e popullsisë të prekur nga epilepsia është qetësuese, por nga ana tjetër mjeku Nuria thotë se është një sëmundje e trajtueshme me mjekim duke minimizuar krizat epileptike. Problematike është sepse këto janë sëmundje që në disa raste fatkeqësisht përfundojnë edhe me vdekje, por nuk u bë trajtimi adekuat, por sot terapitë edhe në Shqipëri janë si në gjithë botën nga më moderne dhe terapia është në shumicën e rasteve e kontrollon krizën. Shqetësuese është, por vitet e fundit, sepse kjo shifër është botërore, 1.2% e popullsisë mund të ketë edhe në Amerikë, ka që janë shifrat e sëmundjeve me epilepsi, por sot është e trajtueshme në shumicën e rasteve me mjekim dhe kjo bën që një kontroll i rregullt tek mjeku i familjes, tek specialisti dhe një trajtim adekuat e minimizon rrezikun e këtyre krizave epileptike. Në Shkodër shifra e të prekurve me epilepsi, por edhe në rang kombëtar mund të jetë më e lartë për shkak se ende për shumë familje kjo sëmundje mbetet një tabu. Kemi raste kur pacientët familjarët e neglizhojnë trajtimin nga stigma e kësaj sëmundje, që është një sëmundje si gjithë sëmundjet e tjera dhe që mund trajtohet fare mirë. Në Shqipëri janë afro 18.500 persona të prekur nga epilepsia, një sëmundje e cila nëse nuk trajtohet në kohë dhe avancon pa u mjekuar, mund të sjellë edhe pasoja fatale.